Selam aleikum, thot hoxha, duhet t'i mbaj lidhjet familjare edhe nëse pala tjetër nuk na vizitojnë. Aleikum selam. Bash pse nuk të vizitojnë ata, ti dush me mbajt lidhjet farefisnore. Përderisa ata të vizitojnë edhe ti thu po shkoj me vizitu se ata po më vizitojnë, atëherë kjo nuk është mbajtje lidhje farefisnore, por është me ja kthy borxhin. Lidhjet farefisnore vërtetohen se je tu i majt atëherë kur pala tjetër nuk të viziton e ti nuk putesh prej tij. Nuk po them që tash ti me shku për ditë edhe me shku për natë edhe me shku sabah akşam. Por kur janë disa rrethona, disa momente, disa telashe të tyre, disa smundje, disa gëzime darsme atje, shkon edhe kryen qatë obligim sa e ke obligim fetarisht një përhajr, një ngushëllim, edhe largohesh nëse shet që s'po bën me nejt ma shumë se mundet me pas aty ndonjë vrejtje për shembull e caktuar. E rëndësishme, lidhjet farefisnore duhet mu largu vetëm nëse ka një haram aty, por nuk duhet mu kput në përgjithësi deri në maksimum. Vetëm kur rrezikohet feja jote, atër po.